Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetet 155 deri në ajetin 157 të surës Bekara, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshir as-sabirin alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ne do t'i sprovojmë me diçka nga frika, uria, paksimi i pasurisë, i jetëve dhe i të korrave. Dhe përgëzoi durimtarët të cilët kur i godet ndonjë fatkeqësi thonë: "Te Allahut jemi dhe vetëm tek Ai do të kthehemi." Ata do të shpërblehen me bekim dhe mëshirë nga Zoti i tyre. Ata janë në rrugën e drejtë. Në jetën e kësaj bote, çdo njeri përballet me sprova si sëmundje, humbje, përshtirësi ekonomike, padrejtësi, vdekje e njerëzve të dashur, pengesa në rrugën e qëllimeve dhe betejë e brendshme shpirtërore. Sipas Kuranit, sprova nuk është vetëm fatkeqësi. Ajo është çdo gjendje me të cilën Allahu e nxjerr në pah, e provon dhe edukon njeriu. Kurani përdor disa fjalë me nuanca të ndryshme për sprovën, si ibtila, do të thotë vënë në provë, fitne, sprovë që zbulon, trondit ose tundon, imtihan, provim, bela, proveran, por jo domosdoshmërisht dënim. Pra, në kuptimin më të thellë, sprova është vendi ku zbulohet e vërteta e zemrës. Jo se Allahu nuk e di çka brenda njeriut, por sepse ajo që është e fshehur bëhet vepër, qëndrim dhe dëshmi. Sprova, sipas Kuranit të shenjtë, është çdo gjendje pra në të cilën njeriu vihet përballë pyetjes: çfarë do të bësh me besimin, zemrën dhe amanetin që të është dhënë në këtë kohë sprove? Në ajetin 2 të surës Ankebut, Allahu i madhruar na thot: Bismillahirrahmanirrahim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. A mendoj njerëzit se do të lihen të thonë ne besojmë e të mos provohen? Ne i kemi sprovuar ata që kanë qenë para jush në mënyrë që Allahu të dallojë atë që thonë, ata që thonë të vërtetën dhe ata që gënjejnë. Sprova në këtë ajet nuk ka kuptimin se Allahu nuk e di përfundimin e njeriut. Përkundrazi, Allahu i lartësuar dhe i madhruar, ai e di atë që është, atë që ka qenë, atë që do të jetë, madje edhe atë që nuk do të jetë. Allahu është i gjithdijshëm, i mirë informuar për gjendjen e njeriut
Allahu e di më së miri se kush është i vërtet e kush është gënjeshtar. Por Allahu i madhruar e sprovon njeriu që të shfaqen veprat për të cilat njeriu meriton shpërblimin ose dënimin. Madje që të plotësohet argumenti ndaj njeriu në mënyrë që shpërblimi apo ndëshkimi të jenë mbi një bazë të drejtë dhe me arsye të qartë. Ky ajet tregon se besimi i vërtet nuk matet vetëm me fjalë, por me qëndrimin e njeriut kur përballet me vështirësi. Prandaj, ka shumë njerëz që thonë, e dua Zotin, e dua profetin, e dua Ehli Bejtin, i dua shokët, por ai pra nuk vepron ashtu si thot Zoti, ashtu si thot profeti, ashtu si thot Ehli Bejti, apo ashtu si thon shokët e nderuar të profetit. Prandaj, sprova është ajo pra që e mat njeriu se sa besimtar që është. Në përgjigje për të pyetjes pse Allahu i sprovon njerëzit, themi, së pari, Allahu i sprovon njerëzit për të dalluar të vërtetën e besimit. Një nga urtësitë e sprovave pra është që të shfaqet niveli i vërtet i besimit të njeriu. Në ajetin pra 155 të surës Al-Baqara, Allahu i madhruar thot, ne do t'i sprovojmë diçka nga frika, uria, paksimi i pasurisë, i jetëve dhe i të korrave, dhe përgëzoi durimtarët. Edhe profetët dhe njerëzit më të afërt me Allahun janë sprovuar. Dhe ky ajet i bekuar, ky ajet fisnik, e thot qartasit se ne do t'i sprovojmë me diçka nga frika, nga uria, paksimi i pasurisë, i jetëve dhe i të korrave, të mbjellave. Por fundi i ajetit çfarë thot? Përgëzoi durimtarët. Ata janë fitimtarët. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë, sprovat janë si zjarri për arin. Ato e pastrojnë besimtarin nga papastërtitë. Pra sprovat e pastrojnë besimtarin nga papastërtitë shpirtërore. Sprova nuk e shkatëron njeriu, por shfaq se çfarë ka brenda zemrës së tij. Së dyti, sprovat janë shkak për pastrimin e mëkateve. Pra Allahu i sprovon njerëzit që të pastrohen nga mëkatet. Njeriu gjatë jetës mund të bëjë gabime, mund të bëjë gjunahe të vogla apo të mëdha, dhe mund të largohet nga rruga e Allahut. Një nga mëshirat e Allahut është se disa sprova bëhen shkak që ai të pastrohet dhe të kthehet te krijuesi i tij, tek Allahu fuqiplot. Profeti i dashur, profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: kur besimtarin e godet një lodhje, sëmundje, pikëllim, dëm apo shqetësim, madje edhe një gjemb që e shpon, Allahu i fshin me të disa nga mëkatet e tij. Pra, i fshin pra me lodhjen, sëmundjen, pikëllimin, shqetësimin, pra i fshin mëkatet. Një dhimbje që njeriu e përballon me durim mund të bëhet shkak për falje dhe afrim me Allahun fuqiplot. Por kjo nuk do të thotë që njeriu të mos kërkojë zgjidhje. Islami na mëson të luftojmë vështirësinë, por me zemër të lidhur me Allahun fuqiplot.
Së treti, Allahu i sprovon njerëzit sepse sprovat e ngren gradën e besimtarit. Ndonjëherë sprova nuk vjen për shkak të mëkatit, por për shkak se Allahu dëshiron ta ngrej pozitën e robit e tij. Si thuhet në një transmetim, idha ahabba Allahu abdan ibtala. Nëse Allahu e do një rob të tij, e sprovon. Në historinë e njerëzimit, më të sprovuarit kanë qenë njerëzit më të afërt me Allahun, profetët, të dërguarit. Siç ishte për shembull marrim shembullin e profetit Ejub alayhis salam, i cili u sprovua me një sëmundje të rëndë dhe ai duroi, derisa Allahu e shëroi pastaj. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë më të sprovuarit janë profetët, pastaj ata që janë më afër tyre, pastaj ata që janë më afër tyre. Imam Huseini, paqja qoftë mbi të, është shembulli më i mirë i durimit në sprova. Ai humbi familjen, shokët, fëmijët dhe u përball me padrejtinë më të madhe në tragjedinë e Karbelas, por nuk u largua nga bindja ndaj Allahut. Imam Huseini na mësoi se madhështia e njeriu nuk matet me mungesën e problemeve, por me qëndrimin e tij përballë problemeve. Së katërti, Allahu i sprovon njerëzit sepse sprovat e zgjojnë zemrën nga pakujdesia. Shpesh njeriu kur ka shëndet, pasuri dhe rehati, e harron krijuesin e tij. Por kur përballet me vështirësi, zemra e tij kthehet tek Allahu fuqiplot. Në ajetin 12 të surës Yunus, Allahu i madhruar thot, kur njeriu ne prek ndonjë e keqe, ai na lutet shtrir, ulur ose në këmbë. Pa në çdo lloj pozicioni, në çdo lloj situate, në çdo lloj rrethane, në çdo lloj gjendje qoftë, kur e prek një e keqe njeriu, ai i drejtohet Allahut, i lutet atij. Por kur është në rehati, e harron. Sprova është ajo që e kujton njeriu se ai nuk është i pavarur, por ka nevojë për krijuesin e tij, Allahun fuqiplot në çdo çast të jetës së vet. Një pyetje lind: si të triumfojmë ndaj sprovave në këtë kohë që jetojmë? Sprovat në këtë kohë janë të shumta dhe nuk janë vetëm uria, lufta apo humbjet e ndryshme në pasurinë e në njerëz. Për sprovat e kohës së sotme janë hutimi, gafleti, shpërqendrimi, frika, dëshpërimi, pasuria, egoja, fama, epshi, padrejtësia, informacioni i pafund i rrem, gënjeshtra, e zbukuruar si e vërtet dhe përçarja mes njerëzve, deri në familje apo në fis. Triumfi ndaj sprovave në këtë kohë do të thotë të mos lejosh që sprova të ta marrë zemrën, besimin dhe drejtimin. Kurani na jep rrugë shumë të qarta për të triumfuar ndaj sprovave në çdo kohë, dhe jo vetëm në kohën e sotme, sepse Kurani është libri i çdo kohe. Dhe ato rrugë që paraqet dhe na jep Kurani për të triumfuar ndaj sprovave janë: e para, durimi dhe namazi. Në ajetin 45 të surës Al-Baqara, Allahu i madhuar thot: "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Kërkoni ndihmë me durim dhe namaz. Durim do të thotë të mos humbësh drejtimin kur të godet sprova. Namazi të ndihmon sepse je 5 herë në ditë i lidhur me krijuesin e gjithësisë, me Allahun fuqiplot. Rruga e dytë është devotshmëria. Kjo do të thotë të jemi gjithmonë të vetëdijshëm për Allahun. Në surën Talak, ajeti 2 thotë:
kush është i devotshëm ndaj Allahut, ai për Allahu i jep atij rrugdalje, edhe në kohë vështirësie, edhe kur ka probleme. Rruga e tretë është përmendja e vazhdueshme e Allahut, dhikrullah. Në ajetin 28 të surës Ra'd, Allahu i madhura thot, me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Në një kohë zhurme, shpërqendrimi, gafleti, dhikri, pra përmendja e Allahut është kthim i zemrës te krijuesi i saj. Rruga e katërt, mos dorëzimi ndaj dëshpërimit. Kjo do të thotë që kur mos e humbim shpresën, si thot ajeti 53 në surën Az-Zumar, mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut. Gjithmonë të shpresojmë në mëshirën e Allahut. Rruga e 5, dallimi mes të vërtetës dhe të pavërtetës. Në ajetin 6 të surës Huxhurat, Allahu i madhruar na thot, nëse ju vjen një njeri i pabesueshëm, i pandërgjegjshëm me një lajm, verifikojeni. Ky ajet sot është jashtëzakonisht aktual për shkak të përhapjes së shumë lajmeve të rrema në rrjetet sociale. Prandaj le të bëjmë kujdes të verifikojmë çdo lajm dhe jo ta marrim si të qenë dhe ta përhapim. Rruga e 6, shoqëria e mirë. Në ajetin 28 të surës Kahf, Kurani na porosit dhe na thot, qëndro me ata që e thërrasin Zotin e tyre mëngjes e mbrëmje. Pra me besimtarët e sinqertë të devotshëm. Sepse ka sprova që njeriu nuk i ka përcen i vetëm, por ka nevojë për dikën që të mbështetet edhe për shoqërinë. Përveç Allahut normalisht që mbështetësi kryesor të jetë Allahu fuqiplot, por edhe pra bashkëbisedimi me njerëzit, edhe kë ja lehtëson atë problemin apo vështirësinë. Rruga e 7 e Kuranit është kthimi i vazhdueshëm tek Allahu, edhe kur rrëzohesh, mos e quaj rrëzimin fund, por qohu dhe vendos të ecësh gjithmonë i fortë dhe i pathyeshëm. Pendimi është rikthim në rrugën e drejtë, në rrugën e Allahut fuqiplot. Përveç këtyre 7 rrugëve, Kurani na jep çelësin më të madh për të triumfuar ndaj sprovave. Dhe ky çelës është ajeti 200 në surën Ali Imran, i cili thot, o ju që keni besuar, bëni durim, garoni në durim, qëndroni të palëkundur dhe kijeni frikë Allahun, që të triumfoni. Sa bukur pra e ka ndërtuar ky ajet rrugën e triumfit ndaj sprovave. Së pari durim, qëndrueshmëri, vigjilencë, devotshmëri dhe e fundit triumfi. Imam Huseni na mëson diçka edhe më të thellë. Mund të humbasësh rehati, pasuri, pozitë, madje edhe jetën, dhe prap të jesh triumfues nëse nuk ja dorëzon të vërtetën të pavërtetës, por të qëndrosh gjithmonë me të vërtetën, me të drejtën. Në këtë kohë triumfojmë ndaj sprovave duke ruajtur lidhjen me Allahun, kthjellësinë e mendjes, pastërtinë e zemrës, shoqërinë e njerëzve të mirë dhe besnik ndaj së vërtetës, sidomos kur gënjestra bëhet e modës, siç është bërë fatkeqësisht në këtë ditë. Të dashur vëllezër dhe motra, sprovat pra janë pjesë e ligjit të Allahut në këtë botë. Ato nuk janë gjithmonë shej zemrimi, por shpesh janë shej kujdesi dhe edukimi hynor. Përmes provave, Allahu pastron zemrat tona, forcon besimin ton, na afron me veten, na përgatit për shpërblimin e përhershëm. Prandaj,
kur sprovohemi të mos themi pse Allahu ma bëri këtë, por të pyesim veten çfarë dëshiron Allahu të më mësoj përmes kësaj sprove. Le të kujtojmë fjalën e Allahut fuqiplot, i cili thot wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Ndoshta ju urreni diçka, por ajo është e mirë për ju. Pa ndonjë sprov, juve mund t'ju duket diçka e keqe, por në të mund të ketë të mirë më të madhe. Prandaj mos e urreni. Po ashtu le të kujtojmë thënën e Allahut të madhruar, që thot pra ne do t'i sprovojmë me diçka nga frika, uria, paksimi, pasurisë, i jetëve dhe i të korrave, dhe përgëzoi durimtarët, të cilët kur i godet ndonjë fatkeqësi thonë të Allahut jemi dhe tek ai do të kthehemi. Ata do të shpërblehen me bekim dhe mëshirë nga Zoti i tyre, ata janë në rrugë të drejtë. Allahu na bëf për atyre që në sprova tregojnë durim, besim dhe mbështetje të plot tek Allahu fuqiplot. Allahu ju ruaj ju, familjet tuaja kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.